to hell. Highway to hell. I'm gonna highway to hell. Highway to hell. Fantastike, çfarë atmosfere. Seriozisht, banda nuk e di se sa dreka dhe darka duhet ju jap vetëm për këtë ingranim që i bëni Rozalatit. E nisi me një, pastaj shoh. Okej. Ky episodi Why Not është fantastik, miqtë e mi. Dua t'ju them që ka nisur me këmbë shumë të mbarë sezoni Why Not. Sezoni i Why Not po shkëlqen, po ndriçon. Ne nuk e bëj vetëm unë këtë. Këtë e bën banda, këtë e bën publiku, këtë e bën Bojken Lako Garigjia, këtë e bën Rezi, Gzimi, Uaxhaxha, Gysi, everyone. Kështu që një duartrokitje për të gjithë ne që jemi këtu si staf, si produksion. Yeah! Por qershia mbi tort e Why Not janë mbi të gjitha të ftuarit. Në këtë episod të sotëm kemi të ftuar special që janë ekskluzivisht në Why Not. E kam për herë të parë që dalin në Why Not, kemi dhe nga ta të ftuar që janë për herë të parë në intervistë në jetën e tyre. Nuk e di do me thonë. Faleminderit shumë për besimin dhe kënaqësinë dhe ngrohtësinë që gjeni në këtë studio. Thank you so much. Ka dal nami që si të pret Why Not nuk pret asnjë dhe shqyr zoti që ka dal ky nam se kemi 4 vjet që punojmë për këtë gjë. Faleminderit shumë. Ne jemi Benci, AMG, 6 mish benzine që të veqë zvarr. Kështu që bëhuni gati, vini ripin e sigurimit. Why Not started. Lam pas një javë të ftohtë, lam pas një javë me minus grad temperaturat edhe le të themi që shqyr zoti që u mbyllën shkollat, u mbyllën çerdhet, u mbyllën kopshtet. Kështu që faleminderit shumë zoti kryeministër që i le pak fëmijët të flenë pak orë më shumë, të flenë të gjithë pak më shumë. Faleminderit. Fundja, we don't need no education. We don't need no education. We don't need no thoughts control. Woo! Me që ne kishim Grica, le të themi që ai është the hot thing of the moment, është the hot stuff of the moment. Ai i shkriu temperaturat, ai kalon të gjithë pa gjumë të bëre povat. Që në mëngjes, nuk e di a kuptoni se për kë e kam fjalën, po ne do ftojmë në studio ekskluzivisht, pa dalë në intervista të tjera, ekskluzivisht për Why Notin, e falenderojmë shumë dhe Rizën që na e mundsoi këtë gjë. Kështu që ftojmë në studio TikToksin e famshëm, Shqipëron Muçaj. Tura po votëm za mëngjesi. Tura po votëm za mëngjesi. Kom shku mu eksi. Eksa ke po dekin. Unë e pi shamponj. Femna të mund gjithë si merimon. Jeta shumë amë të rëpëriton. Lek me njon. Vogël po të punë në piku. Ko vjone në të ratë. Vita të të dekin. Shqipëron mi se erdhe në Why Not. Faleminderit. Tani, duam ta pyesim pak Shqipëronin, ta njohim më mirë sepse është hera e parë që del një intervistë edhe mezi e kemi pritur në fakt se të kam parë në Instagram, ke nxjerr një video që ke qenë në intervistë në Kosovë. Te kush ke qenë e ftuar? Adelina Soni, studio ATV. Te ATV-ja. Si u ndjeve aty? Mirë. Mirë? Tu do ndjesh edhe më mirë, zemër. Shqipëron, si të thrasin shkurt? Shqipe. Atëre, Shqipe, sa vjeç je? 13. Kum linë në vitin 2008. Me 27 korrik. 27 korrik. Qa i bje tjetë Luani? Jo, është Luani. është Luani, more! O zemër! Si thonë edhe Amerikanët, well, that explains everything. Atëre, Shqipëron. Pyetja ime e parë që kemi neve si Why Not është, a të thirrin shpesh eksat me vërtet në telefon?
Një kësat bibin 5 herë, Ashtu 5 herë. Mirë. në ora 3, Nga ora 3, e natës apo e ditës? ditës, Të ditës, në orën 3. Po tekstin e ke bërë vetë këngës. pak vetë, pak me Diorin Hoxhës. Si e ka emrin djali i Axhës? Silen, Silen, të përshëndesim Silentin në fakt, sepse është mbas kamerave. Hello, faleminderit shumë që e keni sjellë Shqipramin. Unë do të bëj një pyetje që ma kanë shkruar nëpër inbox se shumë goca në inbox. Çfarë duhet të ketë një femër që të jetë e dashura jote? të jetë e mençur, Bravo. Po të ndjeki ty se do fillosh me koncertet edhe unë të pretendoj ty të bëhesh Justin Bieber i Shqipërisë, kështu që do e përballoj ajo famën tënde? nashta. Nashta zemër. Je duke bërë një këngë profesionale me videoklip? Po, Si quhet kënga? lyp ka dushpësione ku nuk gjon. Kështu quhet kënga? Kushuriri jot, djali i Xhaxhait, më tha që këngën shipes unë ja publikova, tha, edhe në fakt ai ishim kota e kemi bërë për Ajgar, tha, me telefon e kemi regjistru. Kështu është e vërteta? Po, Si ka qenë ata që e keni bërë këngën? Dita, kur diun, kur e keni bërë këngën? Ma të shpjegoni çik? mirë, shpjena kon tani, thash hajt pe bojna e banë. Ta merrte menja që do kishte këtë impakt? Ju, Jo. Po mirë tani të shkolla si shikojnë gocat? shumë mirë. Unë do doja në fakt që ne të nxirrnim në LED Wall tani artistët VIP që e kanë bërë këtë këngën tënde share në TikToket e tyre. Mund të më thush ti për shembull kush artista famshëm, kush të famshëm VIP-a e kanë bërë këngën tënde share? Dafina Zeshiri, Ylli Limoni, Aha. E di pse të pyes? Se edhe ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe në fakt i kemi marrë disa video që kanë qarkulluar në TikTok. Shumë njerëz e kanë bërë share këngën tënde, shumë pafund. Po kemi kapur vetëm disa personazhe. I ndjekim pak videon, çfarë impakti ka patur tek njerëzit. Tura po vot po më zë mëngjesi, tura po vot po më zë mëngjesi, po më shkruan mu eksi, eksat kejt po dekin. Unë e pi shamponj, femna to më ngjit si Mary Mong, jeta shumë me amër të rëpëllitong, lekt me një i vogël po trunin e pikur. Tura po vot po më zë mëngjesi, tura po vot po më zë mëngjesi, po më shkruan mu eksi, eksat kejt po dekin. Unë e pi shamponj, femna to më ngjit si Mary Mong, tura po vot po më zë mëngjesi, tura po vot po më zë mëngjesi, po më shkruan mu eksi, eksat kejt po dekin. Unë e pi shamponj, femna to më ngjit si Mary Mong, jeta shumë me amër të rëpëllitong, lekt me një i vogël po trunin e pikur. Kur vi tura po vot po më zë mëngjesi, tura po vot po më zë mëngjesi, po më shkruan mu eksi, eksat kejt po dekin. Tura po vot po më zë mëngjesi, tura po vot po më zë mëngjesi, po më shkruan mu eksi, eksat kejt po dekin. Unë e pi shamponj, femna to më ngjit si Mary Mong, jeta shumë me amër të rëpëllitong, lekt me një i vogël po trunin. Tura po vot po më zë mëngjesi, tura po vot po më zë mëngjesi, po më shkruan mu eksi, eksat kejt po dekin. Unë e pi shamponj, femna to më ngjit si Mary Mong, jeta shumë me amër të rëpëllitong, lekt me një Një duar trokitje, ju lutem. E po kur vjen fama, përqafoje zemër dhe bëj qef. Shijoje jetën, shijoje këtë moment, është momenti jot. Tani, duke qenë se pati kaq impakt kënga, atë kanë bërë kështu, të kanë thirrë për koncerte? koncerte. Jo, po të thrasin. Sa lek do kërkosh? 5.000 lek, Sa? 5.000 lek. 5.000 lek do kërkosh? O, jeta ime. Hajde të pimi kafe, pastaj bashkë t'jap një 2 këshilla. Edhe i 5.000 lekësh për mua.
Shqipron, unë nuk di qa mund të pyes më shumë përveç se të them do e bëjmë bashk këngën tënde të famshme tu repovat, e bëjmë bashk për TikTok? Në rregull. Për TikTok do e bëjmë me telefon, por e bëjmë bashk dhe për kamerat e Why Not. Ë? Hajde, bëjmë gati. Tura po vot po më mëngjesi. Tura po vot po më mëngjesi. Po më shkruan mu eksi. Eksat kejt po dekin. Unë e pi shamponj. Femna tu më ngjitë si Mary Mong. Jeta shumë me emër të rëpolitong. Lekt me neon. I vogël po trunin e pikur. Kur vi unë e reperat njëgun. Vita gjatë të vdekur. Shimi ika. Hajde këtu zërma ime. Një duar trokitja ju lutem për fenomenin e TikTok-ut Shqipëron Mucaj. Faleminderit shumë që në vajno, më përqafoj një qik. Oh, më ndjë, lëpëtit flë. Okej, zemër, shkojmë shoqërojmë Shqipëroni banda na përcillim me ndonjë këngë të bukur dhe bëjmë i gati për të ftuarit e radhës. Si që thash në fillim të emisionit, ne kemi të ftuar shumë ekskluziv sot. Për shembull, dy artistët që janë sot, ata janë repera shumë të mirë, bëjnë videoklipe shumë profesionale. Këtë javë ata kanë qenë në Tiranë, në një nga klubet e Tiranës, kanë bërë një super atmosferë. Shuhen për cilësi, quality në klipet e tyre, janë të dy vëllezër, janë të papar dhe ka një këngë që në verë ishte hit, ishte shumë e famshme, që dhe mua më pëlqen shumë. Kështu që nuk kanë dalë ndonjëherë në intervista, e kam për herë të parë intervistë, edhe pse jo, Why Not? Why Not-i mi këpret shumë mirë. Kështu që ftojmë në studio Sevi dhe Franklin. E kisha merak t'ju prisja me këtë këngën, Plas syri keq, edhe ne këtej kapim hundën me dorë kur na marrim sysh, nuk e di ju nga Londra ç'a kapni me dorë. Po, do t'ulluni. Ja ku jemi këtu me djemt, kënaqësi e madhe që ju kemi në studio. Kënaqësi edhe për ne. Ne kemi fiksim si Why Not të jemi të parët për ca gjëra, që t'na mbajnë mend. Besoj se dhe ju do na mbani mend. Normal. Plus që e kemi dhe këmbën e mbar, po ju morëm në një intervistë, do ju marrin dhe të tjerët. Si ishte koncerti që patët? Nice? Super. Kam dëgjuar këngët tuaja në YouTube, më kam pëlqyer shumë, me vërtet shumë cilësi, shumë kualitet, komplimentet e mia. Faleminderit. Që të marrim vesh edhe publiku që na ndjek, Sevi për shembull, kënga Syri keq, mund të na thuash një detaj për këngën? Që u baj hit, si lindi, e prisje këtë suksesin e asaj kënge? Tashi nga që këto fjalë Plas syri keq janë tradicionale, më kupton. Qëtë e fiks. Edhe besoj se e prisja diçka, më kupton. Po, do t'i që fjalët popullore, që i thonë më shumë në zhargon përditshëm, janë më catchy për tekst të këngësh? Normal, po. Dhe unë me sa... Ne këngët tona paga shumë, gjuj më shumë këto pikat kyçe, te fjalët, më kupton. Okej. Po me tekstet si jeni me vargjet? Tekstet, unë shkrujt mjet, ky shkrujt vetat. Secili për vete. Secili për vete. Po ku dalloni njëri nga tjetri, apo jeni... Te shkrujt mja, format. Te shkrujt. Do me thonë, ju jeni vlezër, biologjik, se vllat kam vllat themi gjithë, si do të nga Vlora. Biologjik, nga një nonë dhe nga baba. Jeni dhe një vlla tjetër gjithashtu? Po. Por ju të dy jeni fiks për muzikë, po vllai tjetër pse nuk u fut? Mos ne përmend shumë atë. Do? E përshëndesim vllain. Përshëndetje. Doja të dija se në fakt më kanë pëlqyer shumë këngët tuaja, sidomos kënga Andale, I liked it. Më ka pëlqyer jashtëmasish. Avash. Jeni ngjitur bashkë për të hyrë karrierës bashkë. Pse s'gjetë dikë tjetër, nuk gjetë dikë tjetër apo thatë mi qemi vëllezër?
Bashkë kemi nisë, me thonë Ja drejtën. keni Ky ka nisë. nisë më para nga që Kam pas bo më herët, kur kam qenë ku ka qenë i 13 vjeç, 14 vjeç, më kupton. Po në Londër për shembull, me klipet në Londër që i bëni, se duken klipet që Po. janë nga Londra, do donim të dinim në fakt shumë klipe kualiteti mirë, luks, makina shumë të mira, femra shumë të mira. Kemi parë në klip edhe makinat policisë, ja ndërkohë kemi edhe plane në LED wall të klipeve. Si ja bëni, qa kosto keni? Si shko kjo punë? varet nga klipi që bë. A? Po këto gocat ku i gjeni këto? Këto modele. Modelet. Po. I gjeni ju? Apo i gjeni tjerë? Jo, Unë zakonisht fusat kameramanin mu marrë me këto punë. Po. Edhe Organizoj. makinat e shtetit, shof makina policin. varet në disa videoklipe, për shembull. Aha. Si është lejuar kjo gjë në Londër? Te ky videoklip që keni vënë ju tani për momentin, këtu ka ardhur policia me vërtet. Nga që nuk Erdhi- lejon, për shembull, me bë zhurmë rromuj, na kena blloku rrugën Të atje. mbloku rrugën komplet aty. Aha. Te ky. A kupton? Gjona që s'lejohen. Edhe erdhën këto, thjesht ju tham që po bëjmë videoklip dhe ikën në punë vet. I dhat në i kafe? Jo, nuk Jo, marrin s'ka kafe marrë. atje. S'marrin kafe atë ne. E mirë se i na mësu Shojnë të vend. Te videoklipet tjera që janë do me armë kështu, është kompani që e merr përsipër për shembull, merr lejen policie, gjona dhe Për klipet me vazhdon armë. me po. Po. Okej, se me rake kisha dhe unë atë pjesë. Sidomos ua xhaxha, tha bobo do na vinë të armatosur çunat. Jo, Jo pa çunat i kemi të Tiranës, në fakt në origjinë ju jeni nga Malësia, po Kala e Dodës. nga Kala e Dodës, por të rritur në Lind në Tiranë, rrit në Tiranë. dhe ndërkohë London. Po. Në Londër, jetojmë për momentin. Well, si e keni atë mbretëreshën njërë? Mashallah. Por e gjallë akoma mbretëresha. Gjallë është e shqyqyrë zotit. Mashallah. Inshallah jeto 200 vjet. A, vu, mendoj se i kap. Jo më kot për u të pyes për këngët edhe për klipet e bukura, sepse keni dhe shumë klikime. Këngët ka marrë goxha klikime, edhe klikimet tuaja i keni? Klikimet i ke krejta real, 100%. 100%. 100%, nuk po gënjeni. Për zotin. Okej. Qa mendimi keni për klikimet, për këto manovrat që bëjnë artistat që kapin 4 milion brenda 24 orëshit, ndërkohë unë di disa artista me famë ndërkombëtare që janë të Anglisë, Londrës, Shumë drejt, Deep Block Europe, për Vërtet, shembull, po. që i ndjek edhe vetë repistat Ndjekin e kudo në Amerikë. Bravo, gjithë dhe anë, po. kur i nxjerrin këngën brenda 24 orëshit, ja 300k, ja 600k. Normal. Ndërkohë ne këtu 4m, 5m. Në fakt Shqipëria është 300 milion banorëve. Jena shumë ne. Po jemi shumë të shpërndarë dhe në për glob. Nuk Po jeni s'janë aq Tash i shumë. paka shumë me gjithë shpërndam mund të jemi një 7 milion. Me llogarit kështu. tamam. Shpërndam gjithë botën, Maqedoni e këto, vende tjera këto. Por që nuk jeni tunduar për këto blerjet e klikimeve? Tash i kanë punën vetë. E di pse nuk mërzitemi, se gjëja më e bukur është se ti e di se ku je, Po. kurse ato rrejnë veten. Ha? Muzika ka ecur, muzika shkon mirë, ju jetoni me këtë lloj profesioni apo e bëni për qef? Tashi ne e kemi pak si full profesion, si i thojnë, nuk është se merrna me nej punë, kështu që e kena të përditshme vetë. Sepse kemi punë përditshme, monotone për shkak. A kuptoj, Okej, kështu pjesa që jonë është që merrna më shumë me muzikën. Mund të shkojmë 5 herë në javë, që shkoni në studio muzikore. dhe 2 herë që shkojmë s'na le producentit, do t'i këtë boni për shumë se mloni. Përshëndesim Malizen, Yeah. producentin ton, më i miri. Ishte vërtet edhe shumë simpatik, sepse ne kur u ulëm në tavolinë dhe folëm për të qenë pjesë e Why Not, ishte në tavolinë Po, producenti. Ne do bëjmë një pyetje tipike që e kemi këtë pyetje për miqtë tanë që fillojnë edhe jetojnë nëpër Europë, sidomos në Londër. O Zhi, a keni shku me na i shtëpi e Shile? Ha, keni shkuar apo jo? Merrna me këto punë. Nuk jo, pyta merreni me këto punë, thash keni kalu, keni pyet Jo, s'na ka rastis. roje, na ju kanë pi ujë lulet, kështu gjëra ore. Na ka rastis në herë. S'na ka rastis, jo. Dhe djemt janë shumë të përmbajtur. Nuk ka problem, mos u mërzisni, ore.
Sa ata I kishin merak, jo për gjë. Sa artista duan pak frymëzim, if you know what I mean. Yeah. Ua, doli me rim, o shoku. Nuk e vazhdo më fjalin. Zjarr, why not? Mua më pëlqen shumë që të rinjt shqiptar nuk janë me inate dhe me smira me njëri tjetrin, siç kanë qenë dikur, që dikur mendonin që po t'i hy profesionit duke sulmuar dikë tjetër do ngrihen vet. Kam vënë që zbutur shumë kjo frymë negative, fal Zotit, dhe këtë gjë e vura re dhe te ju. Unë doja që ditën që ulëm bashkë në tavolinë t'ju pyesja në fakt për diset, edhe vërtet që të dy më apret shumë shkurt për diset, kështu që më vjen mirë që I keni marrëdhënie të mira me të gjithë. Por me leje, se I kemi bërë detyrat e shtëpisë, është një video që ka qarkulluar me Don Johnin, çfarë kemi parë ne është tip disi. Ndërkohë ju më tha që I keni marrëdhënie shumë mira me të gjithë, unë do doja ta sqaronim pak këtë pjesën sepse dhe fansat janë duke Tani pritur. ta sqaroj unë shkurt fare, kupto që t'i bim shkurt. Se s'kemi kohë. Jo, si dush ti, se I bëjmë dhe gjatë. Unë ishte një keq kuptim, a kupto. Thjesht pa ta nxjerr unë një foto që pa të kopju videoklipin e Franklit Okej. njësoj, a kupto. Edhe unë paka shumë I njoh dhe ato çunat, nuk është se kam pas një problem në gjë. Edhe ai vazhdoi të folë kështu. Fillun A është më shumë pjesë e fansat që I... Më shumë e kanë bërë fansat, sigur qash, po. fansat e bën shumë të madhe, jo kështu, jo ashtu edhe. I shtyn vetë ndonjëherë janë edhe Po. vetë fansat që I shtyn artistat Kanë qef të shohin, po. në konflikte. Kështu që ju lutem mos I merrni dhe kaq seriozisht. Nuk janë gjërat ashtu si duken. Ne nuk jemi, unë personalisht edhe vlla im që po flas në emër të dyve, nuk jemi çuna që shajmë bëjmë kështu nëpër rrjetet sociale, po ishte një gjë momentale që mu nuk S'ka si gjë domethënë me pak fjalë. Ta I zemë. Bravo. Hej zoti mo, ç'ke më bu, ja gëzuar, ja mirë se na erdhët. Shiko djema Zgjuar se me ujë. unë e di që të bie pak sheqeri kur vjen në Why Not. E jo më kot, kemi këtu Jo, po. ëmbëlsirat e Monamurit. pasha ne atë shejtanin e repit. Më bënë çik me qesh. Shejtanin e repit. Heu bre. Kush është shejtani I repit? Tu repovat po më zë mëngjesi? Jo, është tjetër. Kush është shejtani I repit? O gjë. Ikum duket, ikum. Heu bre. Kush na ka ardhur këtu ore? O shejtan. Anyway, a doni pak ëmbëlsira nga Monamur, ju lutem zemrat e mia se jo më kot I marrim dhe ne këto ëmbëlsira, mirë se na erdhët. Janë Shumë të e mira. shijshme. Tani, kemi disa opsione dhe disa variante. Kemi dhe këto çokolata që janë të mbushura të gjitha s'do, brenda. Do marr kështu. Do marrësh nga ato? Për topin e borës. Topin e bo... shikesh, nuk shifkesh shtëpia... Jeshile ti shifkesh shtëpia bore... Dhe jo, s'ka Që ja shumë faj se mirë. ka qenë shumë ftohtë, ngrica gjithandej. Me ngrica, me pizza, me Ti që e ke për të bo muzikante. Unë e kam bërë këngë. Kur do nxjerrësh? Ja, do marr juve të dyve ato kameramanët borxh. Ta sjellim këtu edhe. Frosty, Frostbite. Frostbite, Frostbite, Dhe ndërkohë, një pyetje tjetër kisha, për femrat, normalisht, e kanë shumë merak gocat të dinë se si jeni në raport me femrat të lidhur, të fejuar, dashuruar, si shkon puna? Shumë të mirë jemi. Të mira I keni? Jeni kështu Mirë krah hapur apo jeni krah mbyllur? Edhe mbyll edhe hap. Ashtu a? varet nga paraqitja jashtë Nga paraqitja e jashtme. dhe mençme. Pra. Po erdhi shqipëroni 13 vjeçër dhe tha Thot, femra që dua ky unë të thot, jetë e mençur. Jo e mençur, për Jo, shembull, bjellaqi paraqitja tash, jashtme është kur sa jo është e tërheq. veshur. Paraqitja mbrëmshme është kur është e zhveshur, a kupton? Keni të drejtë. Unë me zipres që ta performoni këngën Andale këtu në studion e Why Not, po përpara se të futemi te kënga dhe bëjmë një lojë bashk. E bëjmë? Why Not-i mbahet për lojrat, për çik ngacmimet tona, se kështu janë lojrat tona, pak ngacmuese.
Kështu që nuk ka se si, mos të bëjmë këtu në Why Not lojën më të famshme që kemi, loja 5 sekonda. I love it baby! Jemi tek loja jonë e famshme, loja 5 sekonda. Nuk është nevoja t'ju ja prezantoj lojën, sepse është viti 5 që bëhet, e kanë marrë vesh i madh dhe i vogël. Unë thjesht po ju pyes, a jeni gati? Po. Kena lind gati. Bravo! Atëre, fillojmë. Franklin, 3 gjëra që mund të mbulojmë me çokoladë. Torta, gjoksi, edhe... O mëlsira. Po ndej parën. S'ka problem. Quhet e. Atëre, Mënyra e parë. Qërshia. s'ka problem. Dëgjoni. Sevi, 3 punë shtëpie që i bën vet. Gatuj, palos robat, heguros. Bravo! Franklin, 3 gjëra që të bezdisin në Shqipëri. Trafiku, njerëzit ku shohin me inat, edhe Kush. Edhe? rëmuja. Ta falem, së vrit më vjen. Sevi, rendit 3 gjëra që i bën në makinë. Pi cigare, ngrej muzikën në fund, edhe e të shpejt. Po. Të duhet ta shtypim Duhet me shtyp mbasi Të mraba përgjigjeni. para. Para mraba. Okej. Apo. S'kam të ngopur këta të rinjë të sot. Pa. Franklin, 3 këngëtare të huaja ose shqiptare që ti mendon se janë shumë hot. Këngëtare. Po, femra. Rihanna, Tajna edhe Melinda. Bravo. Tu e kape. Sevi, thuaj 3 gjëra që të pëlqejnë tek vllai yt. Është këngëtari më i mirë në Shqipëri, në Angli, edhe në gjithë botën. That's the support. Franklin, 3 gjëra që bën në banjo më shpesh. Da, është Dush, të shtypët. dush. 3 herë. Po lavamba. Lavamba. Ke flokë. Ore, kjo pyetje pas ka qenë për Sevin. Pa hajde, se është edhe radha jote, zemër. Dhe pyetja e fundit, që është për Sevi, që duke që je i fort në këtë lojë, është Sevi, rendit 3 gjëra që zbërthehen. Stutjenat, ka brek me kopsa, edhe kjo gjupi. Ja, bravo! Kjo ishte loja 5 sekonda këtu në Why Not, u knaqë djema? Ti u knaqë shumë, Sevi. Franklin nuk ka problem, kur të bëni këngën tjetër që do vini ta promovoni këtu në Why Not, që keni dyert e hapura, dhe bëjmë prap lojën. E ndërpresim pak për momentin Why Not, për një hapësirë publicitare dhe kthehemi prap. Kishim Sevi dhe Franklin këtu në Why Not. Faleminderit shumë djema që ishit, nuk e dia u knaqët. U knaqëm pa mas, faleminderit edhe për ty. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë edhe me zi pres të shoh sukseset tuaja më tej. Elda i dashur, hajde të bëjmë një foto, bëjmë foto me djem se na mbaroi dhe koha minutazhe, duhet të futemi patjetër me të ftuarin special. Sa atmosferë e bukur që është tu në Why Not, por prisni se ka akoma. Jemi në pjesën që kemi të ftuarin special Ajkën e Ajkës. Si ta prezantoj të ftuarin që kam sot këtu në Why Not? Sa shijon kafja me të? S'ka ngel artist dhe VIP shqiptar, si Shqipëri, si Kosovës, pa e pirë kafe me të. Si shijon me të, nuk shijon me asnjë tjetër. Kam kënaqësinë të ftoj në studio ikonën e televizionit dhe të prezantimit për 20 vitesh që merret me emisione, për herë të parë në Why Not, Labinot Gashi! Mirë se
erdhe. Guxojmë apo? Guxojmë. Mirë se erdhe, Labi, mirë se erdhe. Kënaqësi o i zamër, kënaqësi edhe aq më tepër me qenë bashkë me ty, bashkë me shikuesit e juaj, bashkë me këtë publik fantastik që e ki, me këtë band papam që ja ki fillu me ta. Ne kemi me shumë entuziazëm këtu, kur na vinë të ftuarit që janë për herë të parë që nuk na njohin, se ti njeh djemt e bandës, ti mua më njeh, po kur vinë këta që s'na njohin, i them u shiko se ne jemi të gjithë të çmendur këtu me kartel. Kështu që feel free se jemi që të gjithë. Qëre, e rëndësishme është gjithmonë për një studio televizive energjia pozitive. Kur e ke energjin pozitive brenda asaj, reflekton edhe tek shikuesit ajo energji pozitive, kështu që nuk ka gjë ma bukur. Exactly. Dhe diçka që e karakterizon Labin është mbi të gjitha buzëqeshja jote dhe sytë që të ndriçojnë gjithmonë prej vitesh në ekran. Labi. Mos ja nisi me buzëqesh se atëre generatore në Zaventësaj. Se zakonisht e qeshmja jame në për rrjetet sociale ka qenë e zaventësueshme me generatore. Kryesisht. Është ajo e qeshmja që s'ndërprehet. Oh my god, tani ma kujtove ato të qeshme. Mos filloj. Të lutem, duhet të ingranojni të gjithë të bëni për të qeshur Labin që të qeshi me shpirt. Ju lutem. Edhe unë po premtoj edhe po uroj që edhe zakonisht kur qeshi me shpirt. Nuk mëj me qesh falsë. E kam fjallën kur t'kap ajo e qeshura. Po, ajo e qeshura kështë ta mund që duhet. Që unë e kam si pa frymë për shembull, kur m'kap ti e ke fix generator. Oh, I missed it. Ne kemi qenë bashkë Dance With Me. Kështë që paka shumë e din kur dhezë generatorit. Është fantastike. Por Labi, unë kam shumë kujtime të bukura me ty, pozitiviteti jo dhe energjia jo të e mirë ka reflektuar gjithmonë ndër vite. 20 vjetë që jenë televizion, 20 vjetë që ke bërë shumë projekte të ndryshme, po një kafe me Labin, klasikja përhershme, prit e përcil të ftuar për 20 vjetësh. Unë e gëzoj fatin që me qenë dhe me thonë gjatë këtëre 20 viteve prezentus në televizion, me qenë prezent në televizion, falë gjithmonë dashurisë të madhe që ma ka jep shikuesi. Unë e thëmë se shikuesi është i shajt, po a i t'japi dashni, ne egzistojmë edhe mund të vazhdojmë të punojmë këtu ku jemi. Po nuk na dashti shikuesi na kot mundohemi të punojmë edhe kot servojmë diçka. Sepse sot për sot, në atë kohë ka qenë shumë e lehtë. Sot për sot egziston një pilot edhe t'lop të ndron kanalin automatikisht edhe nuk e ka as pak bezdi. Përgjegjësi e madhe është vërtet, po këto gjëra nuk i di publiku i jashtëm. Publiku i jashtëm thotë, sa kollajt e kanë jetën këta, nuk i din. A din sa interesant është dhe sa është pak emocionuse. Shikuesit asnjëherë në jetë nuk dim me mi tregu për shkak se ai bolli ka hallet edhe brengat e veta. Bolli ka mërzinë e vet. Po edhe t'ja nisim na të ankohemi me mërzinë tonë që e kemi, që po e marrë shembullin konkret edhe gjatë ditës sodit, po edhe gjatë ditës edhe mbrëmshmit, ose para 5 orëve, hiq para 5 orëve ti e ki pas një problem. Ti e ki pas një hall, ti e ki pas një breng. Edhe kur vjen këtu ti duhesh patjetër me buzëqesh, për shkak se ai ka ball hallet e veta, po të pa edhe ty me hallet tuaja atëherë. Eksakt. Ka ndodhur për shkak se ky vend veç me halle është. Atë ka ndodhur që i ke pasur syt me lotë, është dash të fshish lotët mbas kamerave dhe ke dalë para kamerave, ke buzëqeshur? E dashur gjatë këtyre 20 viteve shumë përjetime dhe shumë sfida i kam dalë bashkë me shikuesit. Shumë çka më ka ndodhur, më thonë, brenda këtyre 20 viteve në jetë, edhe që më dashur mu ballafaqu bashkë me shikuesin, ndoshta, po në një farë mënyre me gënjy edhe shikuesin edhe më thonë që unë jam mirë, unë jam rahat. Kështu që ka pas momente shumë vështira, ka pas momente që në faktikisht ndoshta edhe i kom thonë vetit nuk du me punu mo, po e lo televizionin, po e lo gjithë shkafin. Ka pas i në disa sfida që vinë në jetë graduale ko pas kohë, po t'i thëmë 2-3 vit shkurta shumë sa për publikën, dhe më thonë 2-3 shkurta, ku në fakt unë para diku i ka 10 viteve nëse nuk gaboj, para 10 viteve kisha pak probleme me boshtin kurrizor.
Edhe unë qaq kes që isha me boshtin kurizor, sa që në fakt unë të shtunën në darkë, në ora 20, e kom pas një intervenim, në ora 7 mëngjezit, kanë ardhur ekipi mjekësor, komplet të shtëpia, më kanë jap anestezian, më kanë jap, dhe më tonë, gjithçka që ma blokojnë komplet këtë pjesën e shpindes, edhe është edhe sot me hyrë në emision, me lyp në YouTube, ndoshta mundet me ekzistu si emision, ku unë kam ftu musafir, po e kam edhe një kolege timen që kanë qëndru afër meje, për shkak ndihmesës sime, edhe unë fakt që jam gjithë emisionin, unë jam veç që qështu. Falë Zotit se unë i kom pas si në shpe dhe risha gjatë gjithë emisionit jam kështu, po këto në isha i blokum komplet. Isha i blokum, komplet isha i blokum për shkak të intervenimit. Edhe ti dashte pa dashte, me thonë, isha i blokum edhe ton kohën që ko pas kohë bomba ki roza folke diçka edhe unë që bësha, po këtu jam. Një duar trokitja për labin, sakrificat e profesionit. Ka shumë sakrifica, ka shumë sani. Për shembull, po e plas një rast konkret që kom qenë shumë i lidhur me njërin prej redaktorëve të asaj kohe të televizionit një sëni, dhe me thonë, si jam Goranin. Edhe në fakt, dhe me thonë, po e përjeton, dhe me thonë, një smundje të keqe. Edhe ti çka dhe me thonë një transmetim në live, edhe edhe në regjia, dhe me thonë, si e djele, si sot e mbaj mend, dhe me thonë, regjia thotë, jo inshallah. Edhe unë tash që isha në transmetim edhe e kisha veshin hapon, edhe Roz, e kom një dopsi, nuk ka shans teorike mu fut në emision pa e pas në dëgjojsën e veshit me komuniku me regjin. Po më foli regjia, unë nuk më i flas me ty. Po e prezentova unë këtë rast, do me thonë, po së më foli regjia gjatë gjithë kohës, në vesh unë nuk flas me ty. Nuk e kom pick up, dhe me thonë se më duket që nuk jam live, më duket që nuk jam të folë me shikuesin nëse nuk më dëgjoj. Edhe në fakt, mu më alojnë veshin hapon. Edhe në fakt që unë e regjoj, jo i shala, edhe po vdes si jami. Edhe unë që më transmitim live, edhe thëmë, e vërtet, po më pikin lëtë edhe thëmë ngushëllim me këtë familjes edhe shkoj me marketing. Vëtë që kaqë. Edhe më pikin lëtë, edhe shkoj me marketing edhe derisa, në fakt, jo marketingu, vazhdoj marketingu, pas marketingu vazhdoj edhe promot e televizionit, dhe me tonë me shku, derisa e mora vetën, për mu këthy prapë. E po e plas, dhe me tonë, shumë rastet tila, që në fakt nuk janë për munda për me shikuesit, po janë e bukur, mu shpalos, sot, me ju të regu këtëre trive, faktikisht që janë pjesë e televizionit që shikuesi është i shajt. Shikuesi ty të pranon ashtu që shje. Po, në fakt, di të mbrosh si shikuesin, sepse po e mbrojtet i shikuesin, a i nuk ka me të lënë asni herë. Jo. Kjo është fantastike. Edhe është këshilla më e mirë që mora dhe unë personalisht. Faleminderit shumë. Zamar, më mundu me kesh edhe falc, ata e vrejnë të shtëpia. Po. Ata e vrejnë. Po. Ata e vrejnë. Sot për sot nuk muj me gënyu kur gjo. Sa bukur ka po Labi. Labi Not Gashi, the king of television. Sa vite, një kafe me Labi. Sa ko ka një kafe me Labi sezoni? 19 vjetë. Sezoni 19. 19 vjetë, me thënë. I bëfshim edhe ne sezonin e 19, se të i 5 jemi akoma. More, kush s'ka pi kafe me ty? Kërë s'ke ftu për kafe, më fole me hap zemrën. Po vetë si nuk e hape një kafe? Jo një lokal kafe. Kafe me emrin tënd, kafe. Që unë shkoj në shtëpi, ta bëj kafen time dhe kam kafe Labi. Është shumë interesante se shpesh herë mu ka bo, dhe me thonë pyetja prej miqve. Të e marë parasysh se qatë shumë, dhe me thonë vite u bo dhe shumica e njerëzve dhe me thonë tek ne që e përdorin. Hajde, po pim një kafe? Hajde po e pim një kafe me Labin bashka, po pëtër? Edhe pse nuk e kini brand tonë të kafes, nuk e di. Nuk e di. Brandin e kafes nuk e ke, po ke brandin e veshjes? Aty po. Komplimentet e mija më pëlqen shumë edhe veshja sot, shumë shik. I love it. Faleminderit. Pjesa e kafes jo, po pjesa e veshjeve po. Pjesa e veshjeve për shkak se jo mundu gjithmonë kom dash me bo diçka pak më ndryshe për vetë vetën, edhe kësaj here jo mundu dhe me tonë edhe tek puna e veshjeve me sjell diçka më të veçantë dhe më unike. Ja ku i kemi dhe të fotot shoqëruara. Po du mundal pikrisht të këto foto ndërsa që po i shohim, edhe shumica atyre të cilit fakt janë pjesë e imja, edhe pjesë që më kam përcjellë në për vite qoftë programi festiv të Oplavi Party, sidomos tek programi i vitit ri, që
është interesante dhe është e çuditshme pak me thonë, po Roz ku në faktikisht unë kam si sot nesër mbroma është xhirimi edhe në fakt që unë e porositi një xhaketë edhe më dështon. Edhe nuk më pëlqen, edhe nuk ndina komod në ta. Edhe unë du me marrë këto me vesh, po mu ndëke që çdo vetë unë përdal e dekorume është pak me gur, pak ma bling, po e thëmë kështu. Edhe tash po dal pa kur gjo. Edhe çka bëj, thëmë, motës, o zot që ato sandale që ki në dolap, ati marrë. Në më që dhe me bo, që si ti që i ki tash këto, ja heki këtu, ato ishin gur komplet, ja vendosi këtu, këto që kanë lidhësat këto, ja lëshajt e poshtë këto. Edhe unë e dalë edhe e udhëheqi emisionin, po e isha rahat se i kisha do gurë këto. E, po. Edhe, e sot, po e marrë një shambull konkret, kur fakt, po e shoh, dhe më thonë të këto gjaketat si do më zezat. Janë kryesisht me 2 parjaka, 3 parjaka që përdori për shkak se gjatë proceset punës, dhe më thonë prezentimi televizionit, një gjaket unë e kom pas 10 herë në prezentim, edhe nuk e ka dit asë një njeri që është e njëjta gjaket 10 herë, për shkak që unë viç ja kom dru jakat. Gjithmonë ja kom dru jakat. Tash, a është jaka e zez? Javën tjetër e kisha jakën e bardhë, jakën e kuqe. Okej, e ndroj vetëm atë? Vetëm detajnisht, edhe nuk e di ke askush, dhe më thonë që më ndojshin që unë po shpenzoj shumë lek për garderobë, e në faktikisht ato ishin viç detaje që i ndrejqa. E kështu që e kom mendu, dhe më thonë edhe të koleksioni, ata që vinë për mu vesh për darsëm, veç ja hekin jakën pas darsmës edhe del, dhe më thonë e vesh çdo ditë gjaketën. Okej. E kom lehtësu pak. Je profesionist i televizionit dhe i kamuflimit, si që dhe njëri talati, nuk e di a njef, thotë, keqe mamaja thotë, televizioni është vishu me varak dhe shite vetën si kur je me Flori. Një duar përkitje ju lutem. Për mamen se edhe unë e kom për zamër shumë. Më kam pëlqyer shumë që ke veshur artistat famshëm me linjën tënde të kostumeve dhe mbi të gjitha dhe në ditët e tyre më speciale kanë zgjedhur kostumet e tua. Mu më vjen mirë që në fakt raportet, bashkëpunimi puna e ka bo dhe më thonë që në fakt të tjenë. Po e shohim Goldi dhe më thonë bashkë me bashkëshorte. Në fakt, unë jam pjesë e ombrellës Valone. Valone është, më thonë, komplet është Valone. Edhe në fakt, unë jam mrenda më brendit Valonës, jam edhe unë si lab. Janë 4 dizajnera që punojnë për femna, edhe unë që punojnë vish sektorin e mashkujve. Dhe më thonë që në fakt, është Valone, po mrenda Valonës janë, dhe më thonë... disa. Po, më vjenë mirë për po e marrë shambullin konkret se një imazh, dhe më thonë, tash këtë rast që po flasun personalisht që ky vit ka qenë viti Sabri Feyzullahut. Unë kom punu me Sabri Feyzullahut, dhe më thonë, gjitha paraqitje që i ka pas televizive në për spotën e për krejt, e ka pas garderobën pikrish për meje. Vjen mirë që edhe Goldi këtë rast për shembull, po nusi është e veshme prej dizajnerave të Valonës. Njëjti sa dhe më thonë si që është për shembull tek unë që jon Goldi, që është Meda, që është Gjiko tek spoti me Melindën që ka pas, e Melinda është në faktikisht pjesa kryesore e Valonës, që zisa vite Melinda Ademi veç tek Valone veshët, dhe më thonë, edhe është bujari, është dizajneri që kujdeset gjatë gjithë kohës. Po e flasë, dhe më thonë, qek, vetonin, po e shojmë vetonin Osmanin, bashkë me bashkëshortën e vetë, me Venerën, që në fakt pikrisht janë të veshën të Labe dhe të Valone. Jo mundu me këta që cilët faktikisht i kam raportet, po edhe me ata që nuk kam pas asnjë raporte, sot janë pjesë e imja, po flasë për njerëz të thjeshtë. Okej. Cilët ata e gjejnë vetën tek Kjo është diçka shumë e mirë, sepse ti je i gjindshëm dhe i gjithanshëm për të gjithë. Edhe neve i diktuan pak më njanë në fakt të pjesën që për festa dhe për dasma vishën dhe zgjedhin linjën dorën tënde dhe stilimin tënd, dhe ti nuk është se i vesh vetëm për dasma, ti dasmat edhe i drejton. Ti gjazbën, me thonë multifunksionali labinot gashi, është për të quajtur kjo pjesë e intervistës. Roz, a di sa interesant që ka ndodhë, po e marrë shembull. Që kur vjen te lokali edhe thot, më falë, do shta një parë kostume për dasën, e kom dasën, po e marrë shembull me 28 korek. Unë po mërë nuk prish punë, heq pa merak, po hajde, okej, çka dënë sa në vend? Po, a bën ma lirë, se edhe te unë kime prezentu në dasëm,
Po. Apo, okej, bën mali, pa merak. Po pse e the, more, se tani që dëgjuan këtu do ta kërkojnë të gjithë. S'ka lidhje. Ashtu, Labi prezanton gjithçka në të gjitha platformat e ndryshme, si të dasma, si për netët e vitit të ri, do me thonë që koncerte gjithandej që ke prezantuar, Roz, botën ke shëtitur. Atë tregoj, do me thonë, kam shëtitur botën, bota e televizionit ka jap mundësi dhe ballafaqim me gjithçka. Mu merr mirë shumë, do me thonë që ma sa viteve, do me thonë, e takova Bojken Lakon. Edhe kur e takova Bojkenin këtu, merr mirë dhe ma kthej komplet para një 15 viteve nëse nuk gaboj, ku kom qenë bashkë me to, ndoshta Bojkeni e ka haru, nuk e ti e ka haru, Ford Supermodel. Albania and Kosovo. E organizojshin këta, tope e organizoj ke Albania, unë e organizojsha Kosova. Edhe në fakt, të më tonë ishim pjesë... të spektakleve të mdhaja, që edhe disa njerëz mbas edhe nuk i din. Po, e kështu që pjesa e televizionit, dhe më tonë, më ka jap mundësi, dhe më tonë, edhe me shiju, edhe me udhëtu, edhe mu ballafaqu me gjithë shkapin, po kjo mënyra, dhe më tonë, edhe puna e bome, edhe dasmave, po edhe prezentimit, ndështë për shkak që tek ne në atë periudhën po flas domethënë më njëherë pas luftës edhe sot. Krahasim me televizionet e juaja, krahasim me juve, me punën e juaj, ne po e shikojmë domethënë buxhetin e televizionit është shumë i vogël në krahasim me juve. Pagesat rrogat janë shumë të vogla krahasim me punën e juaj. Të na ndodh, po e marr shembull konkret që nëpër televizione ka prezantues programit mëngjesit, ka prezantues pas ditës që 300 euro, 350 euro rrogën që e ka. Të mëngjesit do të çosh në 6 të mëngjesit për 300 euro. Ti llogaritë domethënë për 300 euro domethënë. Tash ti po e them që në fakt domethënë po nis atë vetvetja që është dasht e pa dasht, jam detyruar domethënë me bëj gjithçka. Me punu gjithçka për me mbijetu. Sot shumë është e lehtë. Edhe shumica e njerëzve, do me thonë që në fakt na shikojnë këto momente, edhe thonë jeta e këtina është luks. Ka kerin, ka banesën, ka paret, ka kushtet, e ka bo këta, e ka bo këta. 20 vjet është dasht, sakrificë, mund për më ardhë, për me punu sot ndoshta me gëzu këta që e kam sot. E harrojnë, do me thonë, harrojnë shumë, do me thonë që në faktikisht sa sakrifica e sa mundi është, ndoshta deri tek ky luksi i sotit. Jam me fat edhe jam shumë i lumtur që unë e gëzoj dashninë dhe respektin sidomos shqiptarëve të diasporës, për shkak që unë jam sidomos me koncerte edhe me mbrëmje në Zvicër, në Gjermani, kryesisht këto dy shtete, kam qenë disa vite edhe në Amerikë për festën e ndrimit motëve. Brukseli është sidomos festa 28 nëntorit edhe pavarësia e Kosovës tash festohet zakonisht jam pjesë e saj. Po edhe muj me thonë që një fat mirë të asaj kohë edhe pse fat për veti nuk kam pas, po një fat mirë që ma kanë jap mu, se dashma e parë që ka qenë që kom prezentu, ka qenë Nora Istrefit edhe Robert Berishës. Dasmën e të dyve e ke prezentuar. Unë e kom prezentu, do me thonë dasma e parë ka qenë... Të kalon Roberti të flasësh pyetja i... Në atë kohë s'ka folë shumë. Okej. Ti ke miq shtëpi të gjithë artistat, madje dhe tek shtëpia më e famshme që është tani, që po zhvillohet tani me kamera 24 orë, ti miq i ke dhe ata artista. Po. Edhe në fakt të doja të nxirnim disa foto, ti komentonim bashkë të personazheve, të m'japësh ndonjë opinion. Patjetër. Ju lutem regjia të shfaqim foto të personazheve që janë nga shtëpia e famshme që në fundit të gjithë i njohim. Edhe kemi miqtan, për shembull, Ariola Demiri ka qenë në Why Not, kemi bërë lojën e sushit bashkë këtu dhe lojën e lip sync. Qa mendimi ke për Ariolën? E kom postu fotografinë dhe me thonë kur jo e preferume, edhe dashta për me thonë me shkru diçka po e lash. Se thash, ndoshta votat e Kosovës nuk kënë nëmru. Për shkak që Ariola ka një dashnit madhe ekstreme në Kosovë. Nga shqiptarët e Kosovës, fantastike. Ekstreme, një dashnit madhe e ka. E kam i kesh shumë të mirë, e kam shumë për zemër, po flasë që nuk më ka lidhë veç bota e televizionit, sa kemi nejtë të më thonë edhe jashta televizionit, jashta gjirimeve, jashta gjithë shkapit, për shkak se këto edhe Adriana Matoshën, unë kam Loçka zemrës. Loçka zemrës.
Edhe i uroj me pas një jetë shumë të mirë, edhe uroj që një ditë apo e fitoj apo nuk e fitoj Big Brotherin, ajo e ka fitu publikun. Bravo. Edhe uroj që publiku ta vlerësoj nesër mbas nesër që edhe nëse nuk e merr çmimin këtu, po spaku bëlem që nesër mbas nesër publiku ta mbajë skenë edhe ta fitoj ta bën atë shtëpinat në banesën për fëmijët e vet. Bravo, ne ja urojmë fitore. Ndërkohë kalojmë në foton tjetër, kemi këngëtaren, modelen gjithashtu Beatrix. E kom përkrah. E kom përkrah, pa marrë parasysh, do me thonë situatës edhe rrethanave cilat kanë shku, që shka shku mrenda për mrenda, dashnia ka njerë thonë është në bitë gjitha edhe nuk sheh njeri në botë. Respekt shumë të madh për nanën e Beatrixit, për shkak se ai di që Antigona e ka përjetuar shumë më rënd se sa Beatrixi, se Beatrixi ndoshta sot e përjeton, se nuk e ka ditë mrenda, por ajo e ka përjetuar presionin, e din vetë çka është, se e di që e kini nanë që të rinë afër shumë afër teje, edhe në fakt domethënë e din fortëmisht që nëse del vish një lajm për ty edhe çush ndihet nana jote. Këtë rast domethënë po e them që në fakt është ndi shumë keq. Qëndroj pa marrë parasysh është vendimi i të dyve, edhe i Donaldit edhe i Beatrixës, po mbi gjitha domethënë është ata e kanë zgjedhur domethënë këtë mënyrë, ata e kanë zgjedhur dar Zotit që të vazhdojnë edhe për jashta. Kam respekt edhe shumë të madh e çmaj si prezantues edhe Borën. Në këtë rast, Bora Zemani. Po, e respektoj domethënë si prezantuese, edhe pse faktikisht kryesisht gjykimi është gjithçka tek Bora, që pse ja mor Borës, pse kështu është gjithçka vetëm te kjo. Po, mbi gjitha unë çfarë prap unë besoj te dashnia. Dashnia, kur vjen dashnia e momentit shfrytëzoje. Kur vjen unë po them e momentit të shfrytëzoje. Po futen në shtëpi. Po jeton me sa njerëz domethënë, me një presion, ti faktikisht domethënë edhe tash këtu po e flas. Ju jeni femna. 10 herë me bu me thonë, dikush me të ardhë, edhe me thonë, qërë se labi ka të këshu shumë. Labi ka të këshu shumë, ti dashtë e pa dashtë, ti ki mund diku. Ti ki mund diku. Kjo konë dikim. Me më thonë që faktikisht komplet presioni njerëzve mrenda që po më do këtë ka të këqyrë, po më do këtë e ka e këqyrë, po më do këtë ta, po më do këtë ta, edhe që kjo është që ajo që vjen deri... Po, futen zizat një, po në fakt, kur mësosh mu ledhatu prej dikujna në qatë tërkohës, ta shti mrenda, kur je vetë pret kush është qaj që më kapë më ledhatan. Okej. Një duar trokitje ju lutem. Se dia spjegova mirë. Sa do thoja, je shumë gojë ëmbël dhe je shumë pozitive, që fjalë të mira nxjerr dhe kam përshtypjen ty Zoti ta bën shumë bar. Sepse kur nxjerr të mirat vijnë mbrapsht. Kanë thonë gjithmonë, bëj një gjë të mirë, dy të kthehen. Bravo. Kjo është edhe një ndër shtyllat e forta që mbështetet Why Not edhe që ne e themi gjithmonë, bëj mirë se gjen mirë. Kalojmë tek fotoja tjetër në fakt nga VIP-at që i kemi miq tanë që janë tek shtëpia e famshme. Monika, qa mendimi ke për me Monika në labi? Se ke takuar ku? Kur njët nuk e kom taku, po në fakt unë i du njerëzit që kanë energji pozitive edhe mbi gjitha i du njerëzit që jonë pak si çmendur si puna jote. Ha! I du pak. Kush është i preferuar jotë? Unë, nuk po e thëmë kush është i preferumi, se me janis për të preferum atëhere asene, po unë uroj edhe besoj që në fakt bëllëm edhe Monika tjetë pjesë e finales. Of course, pa tjetër, një shpirt i lirë si ajo. Uroj edhe pjesë e finales, kështu që Ariola, Monika, Iliri, Donaldi i shumë në fund në finale. I shikon. Në këto momente, ndërkohë që flasim me Labin, kalojmë pak në publicitet dhe kthehemi prapë. Hej miq, përshëndetje, ja ku jam përsëri këtu për t'ju rikujtuar cilësinë e produkteve të RVB Lab Diego della Palma Milano. RVB Lab është linja e make-up artistit të famshëm Diego della Palma, i cili ka prodhuar këto fondatina kaq fantastike që janë pikërisht për fytyra specifike.
si për fytyrë që mund t'jetë mikse dhe e thatë, si që është fytyra ime, që në fakt përdor gjithmonë Hydra Booster, duke qenë se kam pak të thatë lëkurën. Make-up artistja ime Suela Cangu i ka produktet e RVB Lab në salonin e saj, dhe po ta shikosh make-upin që kam unë sot është pikërisht nga RVB Lab. Kemi disa orë që po xhirojmë, jam lyer që në mëngjes dhe do vazhdoj të jem kështu e lyer dhe ky make-up do qëndroj deri në fund. Por, për çdo që mund ta ketë lëkurën me probleme, sidomos për vajzat, femrat, gratë që mund të kenë akne në fytyrë dhe shenja, kemi fondatinën kamuflazh. Kjo është një fondatin shumë e mirë sepse nuk ka përmbajtje yndyre dhe mbulon në mënyrë speciale. Dhe për më tepër, për të gjitha zonjat që duan pak tërheqje, pak lifting, ju e dini që është fondatina HD Lifting. Këtë HD Lifting kësaj radhe dua ta përdor. Duke qenë se herën e kaluar treguam me fakte se si fondatina kamuflazh mbulon në mënyrë aq perfekte, kësaj radhe kam qenë t'ju tregoj HD Lifting. Tani, për pjesën e tërheqjes, këto do vëreni tek fytyra juaj. Unë dua thjesht t'ju tregoj cilësinë e make-upit, sepse produktet e RVB Lab janë produkte që blihen vetëm dhe vetëm në farmaci. I keni vetëm në farmaci, sepse janë cilësore, nuk irritojnë lëkurën, nuk ka probleme me alergji për lëkurën, janë farmaceutike, po ndërkohë si cilësi make-upi janë make-upe profesionale që mund të përdoren dhe për televizion. Ju e dini që televizioni ka një stil tjetër dhe një dorë më të rëndë të make-upit. Dhe të marrësh një make-up që e merr në farmaci sepse bën mirë për lëkurën, dhe ndërkohë e mban edhe make-upin e televizionit, është një bingo. Ju sugjeroj patjetër RVB Lab nga Diego Della Palma, Milano. Vajza, ja ku keni të shënuara në cep të ekranit, gjithashtu dhe faqet ku mund të kontaktoni për këto produkte të RVB Lab. Përveç se i gjeni në çdo farmaci, keni dhe faqe që janë për rrjetet sociale, Facebook, Instagram, gjithashtu dhe numri i telefonit ku mund t'i kontaktoni për çdo informacion që të keni nevojë. Mos harroni, nëse doni të keni një fytyrë që të shkëlqejë dhe të shëndetshme siç e ka dhe Roza Lati, ju sugjeroj fondatinat e RVB Lab. Bravo Quna, bravo, Kjo banda muzikore, unë pak e lojtë të jam të më... Si tash, më roisin? Fare? Më roisin. Ajtë më, u Ismail ka darizume dhe ne duke shpikur fjallë të reja. I dashur Labi, qa energjia e mirë që je, o Zot ndriçofsh e dhënë që nga drita jote gjithë jetën. Faleminderit shumë e dashur. Tani, do të bëj një pyetje $1 milion. O, Zot. Tash janë bërë vërtet vështira këto bashkëpunimet me artistat për të ardhur në emision nga që kanë qenë dikur. Për shumë të ai ke mjalt, ti ke bërë lojra me kova me ujë, futet fytyrën në kovën me ujë, kapësh frutin. Nga za. E tash, këshirë zamër. Problemi ku është se përpara nuk ka pas Instagram, nuk ka pas Facebook, nuk ka pas TikTok. Edhe kur vish një derë, ajo dera është të vish televizioni. Edin, pa e flasë fort mirë që bojkeni ndoshta mas mirë ti mbot mundet me ditë.
Se në fakt, dhe me thonë, po e marrë shembull kom bota televizionit. Sot, e ki TikTokin mundesh më bo mrenda ditës më bo këngëtar. O dasht një top fest për më organizu, për më ardhë një top fest me pa live, qka qysh këndën e qysh prezentohet e sandet bëj keni që ka bo për para. E në fakt i kishë konë gjithë shka televizioni. Televizioni si televizion, dhe me thonë, që është dasht e pa dasht, për me pas një sukses, për me arrit diçka, është dasht nëpërmjet televizionit. Sot është Instagrami, sot është TikToku, sot është Facebooku, sot është YouTube, se cili për veti e punon, e lanson, i ka përfitimet e veta, sandet e veta, e ka promovimin drejt për drejt. Nuk ka nevoj sot për marrë as të roza, as të labe, as të ajtjeti, për shkak se e ka gjetë një mënyrë të marketingut tjetër, promovimet vetë, kështu që edhe na i miratojmë. Atë po, duke mos haru, dhe më thonë, e përmendi shpeshere. Po e flasë ndoshta të këta të mëdhajt. Të këta të mëdhajt, po e marrë shambull të këta të mëdhajt, që janë po, që i kanë kalu 1 milion shet. Që i kanë kalu 1 milion shet në për Instagrame, po e flasë dhe më thonë të këta të mëdhajt, që dikur kanë qenë janë dalë prej emisionit vitit të ri. Prej Oplavi Partit, shumica dhe me tonë të tënve janë dalë dhe i kanë marrë hapat e para, ndoshta edhe prej emisionit. Emisionet e vitit të ri, e mbajmë klasike, me festat, me atmosferat. Po e thëmë dhe me tonë që kanë dalë ndoshta shumica prej atyjet edhe nuk isha dashmi përmend me emra kush asene, po shikues, sidomos në Kosovë, e në diaspori din 99% për kanë po flasë. Tani këto momente, se e din. Sot po e thire, thot, nuk kam nevoj, po ndëgjam vish pak. Nuk ki nevoj për labin. Unë nuk kam nevoj për emisionin, se unë emisionin shpalë shikuesve. Shikuesi është i shajt, ajtë në mba neve sot. Edhe unë muj mull me rozën 1 orë me folë në bashkë si prezentues, 2 orë, 3 orë, e mbushe emisionin në lakqyrin se i interesën qka po flasim. Po unë muj me pas njërin prej gocave që i kim publik këtu edhe më ullë qëtu edhe me bo një emision me ta. Edhe nuk e kam problem se shikuesi o mësu me neve. Na dëm neve. Kënde ki në emision nuk është më rëndësi se është mësu dhe më thonë me autorin e emisionit edhe mësu me që ata deri sa ka majt deri këto vite. Etash, po e ma një shambull konkret. Po gjyshja jeme, nona jeme nuk ka Instagram, nuk ka Facebook. Edhe thot, o zë sa e mirë kja ajo qika vësa ideal që e patë në emision që po kënej ke mirë që po falë ke mirë. Për ata, për hirë të respektit atëm vetë vjetërve, këta duhet me qenë pjesë e televizionit. Se këta triti kanë TikTok, i kanë Instagram. Po për t'i ftuar për shembull artistët për në emision, sot për nesër nuk të vjen askush. Duam patjetër, është angazhim më vete tani, po përpara vinin. Ma përpara nuk i kam pas problema i zamë, po thëm, në natën, 12 nesër, apo mundesh marrë, po më që shkos vi me njëre, pa pik problemi. Jo, sot një avë ditë për para edhe momentin e fundit apën dhe gjëmë se më dull një punë. Po edhe angazhimet janë ndryshe, që nga make-upi. Po, qëre, sot ka ndryshu gjithë shkapi. Sot ka ndryshu, po e thëmë, prapë se prapë po e flasë, gjithë shkapin po e flasim haptas. Make-upi sot shkon 150 euro me dalë televizion. Për para i zemër e dalë e ki ble 10 euro, që atë edhe ki lu vetë këtyre. Se se ki pas kërkën. Labi ti je ndër të paktit, mos të themi vetmi që ke një raport shumë të mirë me të gjithë VIP-at, me të gjithë artistat, je mik shtëpie, i di hallet e shtëpisë të gjithëve dhe nuk ja përmend edhe nuk i shet kurr. Me thënë, ty të kanë mik të zemrës dhe të shtëpisë artistët, edhe kjo është një pozicion shumë kyçë, ti jesh gazetar, ti jesh moderator, edhe ndërkohë duhet të matesh çat të shesësh. Si e ke kësies? Nuk e di, Roz, është pak një dhunti edhe një sanë që ta jep. Po je jam, Rozer Marime. Edukata familjes, bre? Po. Unë e marrë si edukat familjes, po e marrë një shambull konkret, ku në familjen teme jemi një lagje madhe, ku krejt lagja, nëse bëjmë diçka, krejt lagja e bëjmë bashkë, bashkaresht. Nëse po e marrë shambull, të shpia nana ka ble dru, krejt lagja vinë, i ndimoj nanës mi qa drut, mi sharu drut, mi palu drut të vendi ku është në shpe. Krejt lagja komplet, dhe më tonë qaq lidhje që e kemi të madhe. Edhe në fakt, në lagje nuk e prysim për shambull Rozën, a po vjen me pi kafe, a e ki mundësin, po shkon e qel derën edhe hynë mrenda edhe po erdha me pik një kafe. Dhe më tonë qaq liri që e kemi mrenda për mrenda lagjës ku jetoj në qytetin e Pejës. E në fakt, kemi pas shumë musafer. Qaq shumë musafer ty me dalë me të njerëzve, sa që gjithmonë edhe po nisna prej atyme matë vjetërve, prej gjyshit
e gjyshës, kur të ke, ai që ka hymë renda shpe, pash zote dije vlerësoje edhe respektoje deri sa del për jashta. A mën më si atu i fjallin e keqe deri sa del për jashta. Kur del për jashta, okej, mundesh me tonë, por sa i ki këtu, respektoje se nuk na vjen mo. Bravo, kultura familjes. Labi, u mendoj që në këto momente të ndronim pak atmosferën, të ndronim temë. Nuk e di e njeh mitologjinë e kutisë Pandorës. Kutia Pandorës, kutia që bante sekretet e botës, dhe po të hape kishte pasoja. Veç inshallah nuk më bëni imun që t'jave me hek javën tjetër. Kutia Pandorës vjen në Why Not? Ja, kur i kthyem në Why Not, jemi në spooky time. Është momenti? Yes. Kemi përpara Labit kutin e Pandorës. Kutia që mban sekretet e botës. Ka sekretet e gjithve, po tani është për ty. A, guzej ma, pa jo. Mundesh ta hapësh kutin e Pandorës? Po më ndona pak anash për shkak etikës televizive që... Yes, pa tjetër. Ko ka një zarf gold. Zarfi gold. Edhe disa dëbardha. Tash, cili me hapë? E hapim zarfin, e lexojmë zarfin. Nuk do përjashtohesh, nuk do penalizohesh. Jemi okej. Okej. Labi ishte fati jot që të hapësh kutinë e Pandorës. Gjëja e mirë është se ti sonte do të shpërblesh me një çmim. Pasojë e kësaj kutie është se ti duhesh të tregosh sekretet e tua për çfarë ka këtu brenda. Kujdes, tregohu sa më sinqert. Faleminderit. A bën me ditë çmimin para se mi. E kemi çmimin brapa po të pret. E dim çmimin. Do me thonë brapa, do me thonë para, do me thonë. I doni mas parti sekretet e pastaj. Okej, edhe unë po premtoj edhe po besoj që ka me qenë 100% sinqert se gjithmonë jeta jam është sinqeritet. Bravo. Po edhe publiku e kupton kur ti nuk je i sinqert, siç e tham. Kështu që me renditje s'ka. Me radhë. I kapim? Okej, po i kapim, po e heki kështu. Okej. Çfarë kemi aty? Shakira! Oh my god! Kemi foto të Shakirës! Shakira të kutia Pandorës! Shakira të kutia Pandorës ka qenë viti më i bukur që kom përjetu, dhe më thonë në Times Square, dhe më thonë New Yorkut, pritja e vitit ri, unë isha me datën 1 që kisha koncert atje, edhe me datën 1 Shakira ishë në Times Square, edhe një përjetim një ndjeni e veçantë me pa live Shakirën edhe me pa të interpretu. Kështu që gjëja më e bukur e mundshme po më duket që më ka atje? Në Amerikë përgjithsisht 17 herë. 17 herë. 17. Mashallah. Shakira është fantastike. Okej. Nuk po e them një mik i dashur në jemi, po një mik i krejt shqiptarisë. I krejt shqiptarisë. I famshmi zoti Fadil Berisha. Fadil Berisha, unë e di që bëjken prapë për të përmendi që kemi pas fati me qenë në studio edhe bashkë tina. Unë kam pas një fat shumë të mirë që kom punu me Fadilin, edhe që kom mësu prej punës tina edhe prej jetës tina, po mbi gjitha ka qenë një motor edhe një shtytje e madhe e kulturës e bukurisë shqiptare. Në vëtonë, Fadil Berisha është ai njeriu i cili faktikisht bota na ka njoft me bukurinë shqiptare nëpërmjet Fadil Berishës. Fantastike. Se po e them që ndoshta i ka nxjerrën pa femrat më të bukura që i ka shqiptaria, i ka fotografuar dhe i ka prezantuar nëpër krejt botën. Fantastike, si s'merdi radha mua. Do të vi ralla edhe ty, po ti duhesh patjetër të shkosh në New York te Fadili. Duhesh të ikësh në New York te Fadili, atje është mrekullia edhe është Ka pasë çik do të qenë vetëm. Inshallah ka lidhje bëj po. Sa e bukur është kur lidhet me një fotografia tjetër po lidh ka me studion e Fadilit. Unikatili. Viktorin fakt e kom pas fatin dhe me thonë para 15 viteve, kur ka qenë në top maja të asene, kom pas fatin me taku në studiot Fadilit. Për herën e parë dhe me thonë në Amerikë, më ka ra rasti me taku në studiot Fadilit, kemi nejtë qëtu në studiot Fadilit, kemi bisedu në studiot Fadilit, po masa e save dhe me thonë,
më bjen rasti domethënë që prap me qenë me to, koncertet e fundit që i ka pas, edhe unë jam shumë me fat për shkak që e kam një mik, mbi gjitha mik, mas parti me i thonë mik, edhe ka ardhur një respekt jashtëzakonisht i mirë, ku jam njeri i vetëm që nëse ka jap për dikon një intervistë, e ka jap një intervistë shkurt për Labin, e për një kakë Labin. Kjo është vërtet ekskluzive. Çfarë sekrete shimban Ola? Kjo është gjë e bukur për shkak se thash, një edhe pjesë tjerë, antar tjerë të familjes, gjithë shkafin. Çfarë kënaqësie është me pa live? Madonna! Çfarë kënaqësie me pa live? Unë thash, nuk e di pse këto të fundit po kanë lidhur gjithë shkafin me padiljen. Prapë po them domethënë që në fakt janë lidhur të gjitha me aventurat e tua jashtë Shqipërisë. Jashtë, po shumë interesant se është gjithë shkafi është jashtë, edhe fundit po e qeli pse ndoshta garant ka mu lidhë edhe me këto edhe këtë komplet. Edhe është interesant se nuk janë vetëm këta për shkak se e kom pa edhe Beyoncé, e kom pa edhe Jay-Z, kom pa edhe shumë emra. O, zoti madhe, o e fundit që nga, John Collins, dhe me thonë John Collins, ndoshta për këtë gjeneratën këtu që janë pak ma të ri, nuk kanë informacion, po për nanën tënde, John Collins e din, pak a shumë, dhe me thonë, është ikon, për shkak se unë si fëmi kur kam qenë, ka qenë seriali Dinastia, edhe ku shkoj unë të Fadil Berisha në studio, ku shkoj hy të Fadil edhe, e shoh John Collinsin karik. Nuk e divi që kom fillu më drill. Hera e parë në jetën time që filloj dhe më thonë, o zot, a është e mundshme, edhe që nuk më isha me besu, që në çfarë moshe, dhe më thonë çfarë moshe është, edhe në fotografi, Roz, herë që tu e shisha kom të sena, herë kështu nalë kryte poshte, në të isha është në veti, dhe më thonë, atë mosh, çfarë pozimi, çfarë fotografia, çfarë energjie, çfarë vullneti për punën e kish. Fantastike. Llogaritë, dhe më thonë, këta, sa janë motor, dhe më thonë, të energjisë të punës, që neve faktikisht vish me ndajt një herë me ta të vynë për me marrë pak eksperiencë dhe pak energji. Kom pas fatin që me televizionin kom shetit botën pa 100 milioner. Ha! Kjo është diçka për të veçuar. Kom pa botën, kom shetit botën për një cep tjetër, pa 100 milioner, pa pas më ka ndodhë rast, dhe më thonë që më ka thonë ki mu nisë për Brazil, apo ki mu nisë për Tajland, apo ki mu nisë për Kina, apo kudo, edhe unë kom thonë qysh më në mu nisë kur një euro në gjep nuk i ka. A më ndish me para më ndohë. Është, kur ke vullnetin dhe dëshirën, edhe për krajen, kam një shprehje që them, unë vetëm mund të ndërtoj një kalarëre. Me ndihmën e të tjerëve ndërtoj një kala guri. Po, kështu që unë vetë nuk bëj dot asgjë. Ja. Duhet jemi të gjithë bashkë. Bashkimi gjithmonë kanë thonë e bëjmë fuqinë. Sot ku jemi, dhe me thonë sot ku jemi, në pozicionin ku jemi, dhe me thonë që tash po bona pak patriotik, për shkak që asë na si Kosovë nuk këshim pas mundësi me egzistu, mos ta këshim pas Shqipërinë. Dhe në fakt... Apo Shqipëria pa Kosovë, kështu që njona pa tjetër nuk mujnë kurqysh për me jetu, kështu që bashkimi e bën fuqin gjithmonë. Labi, ke fol kaq bukur, edhe ke kaq kujtime të bukura dhe për kontributin tënd të dhënë për ekranin, për gazetarin, për këto 20 vite, është momenti i çmimit të madh për ty. Ju lutem, Kledis, do e nderojmë Labin. Labin e kemi yllin gold. Me emrin e Labit, Labinov Gashit, një vlerësim nga Why Not, yllin gold për ty, zemra ime. Faleminderit, Zaman, faleminderit, shumë faleminderit. Edhe kjo e bukur se do t'jetë pjesë e arkivës, sepse beso, po ndoshta mu marrë me një dhomë, nuk e di a i nëzën gjanat cilat i kam në arkiv. Po, a i shumë vite sa janë. Kom shumë sende, e kom edhe gjaketën e partë prezentimit në televizion që e ruj në arkivën teme. O, je koleksionist. O, gjithçka, dhe me thonë, mujnë me ditë kameramanat, mujnë me ditë teknika, mujnë me ditë VHS-at për para që kanë qenë kasetat ato të voglat. Kasetat e vogla me shqitin e zi. Që kanë qenë, unë akoma, dhe me thonë, i kom me 10 emisionet e para që është edhe i kom në arkiv në shpek po flasë.
Ti që je i kam vërtet shumë shpëqej. njeri i pasur. Që e man. Sepse njeriu më i pasur është ai që ka më shumë Dëgjom tash kujtime. ti mu ma ki bo këtë surprizë dhe ma ki bo këtë dhurat, edhe pse unë në fakt nuk e dita bashkë që kjo që ka me qenë, që unë prita diçka në fundit krejt, fund të emisionit që diçka ka me ndodhë, sa që në fakt kur tash këtu po e thëmë që kthehet një farë mënyre se edhe këta tut stafit të në të regun që ki diçka prej rozës gjatë emisionit. Edhe pse unë kisha marrë diçka për ty. Ha? Kisha marrë diçka për ty edhe më thanë leje kur të faktikisht dhe e për roza njëre. A ke diçka për mua jeta ime? Po, ka më diçka për ty. Okej, që asistentja jote ku është, edhe unë të mundon apo e marrë që asistentët. No, jeta ime, do vdes. Unë nuk i përballoj dot live. Kështu, ki më mundu për me hap, më mundu për me hap. Fantastike! Okej. Oh la la, çfarë është, të lutem Gledis? Hajde merre kutinë e Pandorës. Që unë për heki këtu. Se po, kjo që ka një surprizë, unë nuk e di. E jam emocionale, se jam në ditë të tilla që më të këpin emocione. Ta për e mbaj. Labi! Që jam mundu që faktikisht e para. A mund ta hap? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Labi, kjo është fantastike. Oh, mon Dieu! Oh, le petit fleur! Oh my God! Ua, nuk mund ta besoj! Zama, dëgjëm ta mu. Gjaketa është e maktrive, edhe në faktikisht momenti kur ftove të emisioni, thash unë do t'a bëj të femnave edhe t'ja qoj rozës. Dhe me thonë... Improvizimi jo. Po, tash ta të regaj. Njejt kom punu me Ariolen. Ariola Demiri. Po, njejt ka pas prezentime Ariola. Njejt e emisioni jam ka qenë Leonora Jakupi që ka pas të vesh me tesha. Dhe me thonë që i kom modifikut mashkoj që i kom bëhet femnave. Po. Mund t'a përvoj direkte që tani këse i Lara ma je plejnë, se kam stilistën ti me këtu mbrapa direkte. Mua më rish shumë mirë gjaketat. Ti më the që edhe kjo dizajnerja jote t'ka përqef, Lab. Edhe di që s'ma prishës ajo, se edhe unë kam përqef. Pa tjetër. Po ku ma ke gjithë, sepse mua gjaketat më rrinë mirë për arsye të shpatullave dhe të qafës dhe të nofullave. Qëre, esenca... E njef këtë yllin? Qërtash, e njef këto, ja po është. Qërtash te. A është, pos me ta matë unë atje, tek mongë të janë pak ma gjata, po kryesisht ti ke ardhur surprizë dhe e ke improvizuar. Labi, kjo është një kujtim shumë i bukur. është pundore. Për pos kësaj, tash e ke këto prej stafit atënve. Për stafin? Prej stafit Valonës. Oh, mon Dieu, le petit flës, unë flasë frëngjish, ku jam e lumëtur. Prej stafit Valonës është... Oh my God! Edhe kjo është gjithë shka pundore. Inshallah s'ma merita lati se zije me mamin për këto gjëra. That is so amazing! Premtoj, në një ditë shumë speciale timen, do i vesh të dyja. Faleminderit shumë. Edhe këtë dua ta provoj, po për momentin do na haj shumë kohë të zhvishem dhe të vishem. Jo, këta s'mundesh qaç kollaj me provu, jo. Ato, gjaketën povish këta jo, s'mundesh qaç kollaj. Labi e i papar. Do me thënë, ndër artista që më kanë ardhur duar plot, një gjystë e vulaj bëhet fjalë para 2 vjetëve dhe ti. Edhe një gjystën edhe unë e respektoj edhe du shumë se është shumë zemër. Fantastike. Labi e i papar, bën diferencën gjithmonë nga të tjerët. Faleminderit shumë. Faleminderit për ty. Sa e bukur. Shi me kupa. Po më pëlqen shumë. Atëherë për momentin, për arsye të emisionit, unë patjetër që do e vesh, oh my God, po shoh veten. Boku si të duken, bujken lako. Ha? Thank you. Zërë se ma dhe fjallën e mirë. Ke një mikrofon në Më falë shumë emocione. Kutia Pandorës në menduam se do ishte një xhiro e fortë AMG-je për ty, po ti s'ke provuar Gledisin. Hello, Zemër! Hello! Përshëndetje! Ja ku jemi me ëmbëlsirat e Mon Amour, por që kam përshtypjen se ne këto A duhet që tash ma vonë? Mendojmë, unë kam nevojë tani se më emocionove,
kurse Labi mund të mbas pyetjeve me Mbas apo do të pyetjeve, tani, do të thënë mbas- falu buri dhe Jo, më po du më umbelsu, mas Ah, andej me zemra kosmeca. Janë ëmbëlsirat e Mona Okej. Mur dhe janë me Okej. të mbushura me krem brenda. Kemi Okej. dhe makaruns që unë jetoj për makaruns. Roz, okej, a dim pse e mora? Falë, më s'më me folë se më të honga. Mund është, vjere. Vjere, Roz, a dën me më lorë në studio me metën fëta? A dën, jo, falë. Ata s'ta lije për më vonë. Sa i papar, Okej. smart. Mendoj ta nisim direkt me pyetje. Labi, nëse DJ përdor gishtat për të ndezur klabin, jam kurioz të di çfarë ndez Labin. Ta thiri grun, të ty kallëzën. Okej, kalim të pyetja tjetër. Labi, më mirë goja e mbushur me ajk apo gishtat e ngjyra me mjalë? Çokoladë pata? Shumë e mirë ke. Shumë e mirë. Po, shumë Po e ti mirë. mendon më mirë. Shumë e mirë. E mirë ke edhe kjo, problemi është që të mjalta jam alergjik mjalt. Po e tregoj edhe këta si sekret, kështu Me që... vërtet alergji. Po. Oh la la, okay. Kështu që... Okej. Qa ka me quhet- mjaltën mbajt? Labi, thonë se seksi të zgjat jetën. Po. A mendon se do e kesh jetën e shkurtër apo të gjatë? Sa rahat jam qëtash. Po nina shumë rahat, Roz. Do i kesh. A do më përgjigj se për ty është pyetja, se jo Por për unë mua. jetë gjatë do jem për veten time. Po unë kam kalu 40 ato i zamër. Okej. Unë kam kalu 40 ato. Super, kam edhe një pyetje të fundit. Labi, jemi kurioz të dim se çfarë bën Labi kur i prishet mikrofoni. A ndalon apo vazhdon të flasësh? Jo, unë shpesh herë dhe në tonë edhe regjia kur ma ndalin mikrofonin, edhe jo që më prishet, po ma ndalin mikrofonin, edhe unë i thëmë, me qëfar drejtë keni ju me ma ndal gojen me folë. O zemër, edhe unë edhe Roza këtu, edhe ti këtë rast, na paguhemi për me folë. Ska Okej, kush që do na të ndal vazhdo, nuk ndaloj. nuk më ndalojmë na. Badjalla dhe mikrofoni të prish, na nuk më ndalojmë. E di si i thon kësaj, ti bësh pyetje provokuese, mjeshtri të fjalës. Po. Do me thënë, nuk kemi qa t'i bëjmë, Kledisi speci djegës që kemi në Why Not, përgatitet për këto gjëra, po ti nuk re në Grack, ti nuk u dogje nga speci djegës. Bravo Labi se digjen të gjithë. O zemër, mu po m'vjen mirë mas parti që i ki gjitha në një vend. Në më thonë, edhe specien, edhe qokolatën, edhe surprizën, Bandën. edhe bandën, edhe... Guaxhaxhaxhën. Kreti ki kret një vend, dhe me thonë që ajo është mbi gjitha mi provu gjitha. Nuk ka që ma bukur, se po i provove gjitha, atëre je okej. Kërë që faleminderit edhe ty. Why not? Sukses. Faleminderit Sukses, ju. faleminderit. Labi i dashur... Unë për i thëmë kretë mësafirve tu, para prakesht, kur të vini të Rozi, edhe kur do me hy spesi djekës, lypmi një qokoladë se po e unë belësajshet. Edhe nuk penishit djekësën. Janë qokolatat e Mona Mur, janë fantastike, qokolatat e Mona Mur. Qashtë omle që kënë sa që asë djekëse nuk e niva. I thash në fakt Mona Murit dua të marrë sa ëmbëlsira sepse po na vjen një personazh shumë i ëmbël. Dhe kësaj radhe kemi më shumë variacione se të gjitha herët e tjera. Po, kështu që... Këdo. Dëgjam, veç pak. Pret, qëto pa e mbylli. Ha. Në më tonë qëto, po e lo se qëto kim pak ma shumë veta në publik. Ha. Këto po e lo për bendin. Në më tonë e që kim vynë për rrugë mu. Po. Për Kosovë. Jemi në mbyllje të Why Not dhe jemi këtu me Labinat Gashin. Thank you so much. Faleminderit që ishe. Faleminderit shumë zamër, për dhe për mu ke knasi, besoj që na i shijum për shkolla e kanë shiju edhe shikuesit bashkë me ne. Jam e bindur që e kanë shijuar sepse ne e përcjellim emocionin më së mirti nga ekrani, edhe kjo është gjë e madhe të kemi dashurinë e publikut. Ai sa i duam edhe ne. Besoj që çdo çtunde do të jenë bashkë me ty e të dieleve bashkë me mu. Që të kemi të ftosh në emisionin. Prap. Kismet. Kismet, zemra ime, ja ku jemi këtu. Një shqiponje për fund, kështu që me kaldu që jemi bashkë. Yes. Jemi bashkë, jemi bashkë.
Faleminderit shumë, knasi zemër. Faleminderit bendit mrekullueshëm, faleminderit gjithë stafit që i kitë papam. Sa i mirë që je. Bërë mbyllje më të bukur, s'kam çfarë të them më. Kështu që do lëm bendin të këndoj një këngë speciale, një këngë nga emisioni jot i parë që ke startuar, me të ftuar parë që ke patur. Është një kujtim shumë i bukur i joti që ne duam ta ndajmë. Tingulli 3, Ethno Enjoyt, Ritmi Rrugës ka qenë. Cilën këngë? Ritmi Rrugës. Ushtari Rrugës. Ushtari Rrugës. Që do kapim janë 2 refreni kështu për qenë. Bravo. Ushtari Rrugës ka qenë, unë faktikisht kam nisë emisionin e parë në atë kohë apo më njerin 2002-ën. Ja ku e kam edhe tatun këto, domethënë, që në 2002 kam startuar bashkë me ta. Kështu që duke dëgjuar këngën, e mbyllim emisionin, se unë dhe Labi kemi shumë gjëra për të folur, nuk mjafton një emision, duhet Po edhe paguhemi me fol, nuk nalemi. Mbyllim Why Not? Shikemi stunën tjetër në orën 21, kalofshi sa më mirë të gjithë, ju futër fort. Jam ushtari rrugës, aty sendali, oh no, andra, po ne kuptova, që jesh ushtari rrugës, se si mendova, Liri ma fali, jam ushtari rrugës, aty sendali, oh yeah, andra, jesh ushtari rrugës, sa si mendova.